Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku mbrëmësoren e dytë të së kremtës së Shën Marisë, nënës së hyjit. O hyj më e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni, lindur nga zemra e prindit para fillimit të botës, i quajtur Alfa e Omega, burimi dhe përmbyllja, i sendeve që janë, ishin dhe që do të vinë. Trajte në trupit të mrazët, gjymtyr në nështruar vdekjes, deshi të mos vdeste fisi njeriu të parë nga mungulli, që ligji të dënuarve në tartar të thellë kishte zhytur. O i lumi a i linduri, kur Virgjëra lehon solli shpëtimin ton, ngjizur nga Shpirti i Shenjtë, biri shëlbues i botës, hyi në shenjtë zbuloi. Ja ai që në shekuj të hershëm lajmëruan parafolësit, që shkrimet e profetëve besniku zotuan, të shkëlqej i premtuari çdo gjë atij lav të thur. Me zëra të melodishme, lavdin t'i thurim Atit, lavdi t'i këndojmë Krishtit, lindur nga nëna e Virgjër, dhe lavdi të përjetshme, Shpirtit ngushëllues të ndritur. Amen. Antifona e parë. Ndërimi mrekullueshëm, krijuesi mori shpirt e trup dhe lindi nga Virgjëra, i bën njeri pa vepër të njeriut, na e dhuron hyjnin e vet. Psalmi 122. Se që gëzova kur më thanë, ja të shkojmë në shtëpinë e Zotit, ja tash më këmbët tona shkelën në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jerusalem, qyteti ndërtuar me mjeshtri, thuaj si i tëri një cope të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit të gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty, mbretëroft paqe në muret e tua dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurinë ndaj vëllëzërve e miqve të mi do të them, paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit hyjeton, do të lutem t'i kesh të gjitha të mirat. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ndërimi mrekullueshëm, krijuesi mori shpirt e trup dhe lindi nga Virgjëra, i bër njeri pa vepër të njeriut, na adhuron hyjnin e vet. Antifona e dytë. I përmbushe shkrimet kur në mënyrë të pashembullt linde nga Virgjëra, si kur vejsa mbi bashkë zbrite për ta shëlbuar njeriun, lavdi ty o hyjën. Psalmi 177. Nëse Zoti nuk e ndërton shtëpinë, kot mundohen ata që e ndërtojnë. Nëse Zoti nuk e ruan qytetin, kot rizgjuar ai që e ruan. Kot e keni të çoheni para drite, dhe vonë të shkoni në pushim. Ju që hani bukën e mundit, të dashurve të vet u jep edhe në gjumë. Ja bit janë dhurat e Zotit, fryti i barkut është shpërblimi i tij, por si shigjetat në dorën e trimit, të tillë janë djemt e rinisë. Luma e burr që e mbushi kukurën me të tillë, s'do të turprohet kur të fjaloset me armiq në log. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. I përmbushe shkrimet, kur në mënyrë të pashembullt linde nga Virgjëra, si kur vejsa mbi bashkë zbrite për ta shëlbuar njeriun, lavdi ty o hyj ynë. Antifona e tretë. Por si ka quba që Mojsiu po shihte duke u djegur pa tretur, e pa cënuar është Virgjëria jote, o nëna e hyjit, ne të lavdërojmë, ti lutu për ne. Kënga krahaso letrën drejtuar Efesianëve kapitulli i parë. Qoftë bekuar hyj. Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror, në qiell në Krishtin, në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. Para ti në dashuri, ai na parashënoi për vete, të jemi bi në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij, me të cilin na pajisi me anë të dashurit, në të në saje të gjakut të tij,
E fituam shpërblimin Në të na u falen fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyje ndikojnë në ne. bashkë me çdo urtije kuptim, Ai na vuri në djeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synem që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qenësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Por si ka quba, që Mojsiu po shite duke u djegur pa tretur, e pa cënuar është virgjëria jote, o nëna e hyjit, le të lavdërojmë, ti lutu për ne. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Galatasve kapitulli 4, rreshtat 4 deri në 5. Kur erdhi koha e caktuar, hyj e dërgoi birin e vet të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruarit e ligjit, që ne ta fitonim bijsin në shpirt. Përgjigja e shkurtër. Fjala i Zotit u bë njeri dhe banoi ndër ne. Fjala e Zotit u bë njeri dhe banoi ndër ne, Prej plotësisë së tij, të gjithë ne kemi pranuar hir mbi hir, dhe banoi ndër ne. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Fjala e Zotit u bë njeri dhe banoi ndër ne. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Lum kreharori që të barti dhe gjinj që të ushqyen, o Krisht shpëtimtari i botës, aleluja. Kënga e Virgjës së lume sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me hare i brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin e vet të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve, i rrësoj princat prej fronëve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. duke e sjell në mend mëshirën. Syua pati premtuar e tërvetan, Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lum krahërori që të barti dhe gjinj që të ushqyen, o Krisht shpëtimtari i botës. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ta bekojmë Krishtin Emanuelin, të cilin e lindi Virgjëra Mari, atë ta lusim me përzemërsi. Biri i Virgjës Mari, dëgjoje lutjen tonë. Ti që marrësia dhe gëzimin të bëhet nën, bëj që të gjithë prindërit të gëzohen për përparimin dhe përmirësinë e fëmijëve të tyre. Biri i Virgjës Mari, dëgjoje lutjen tonë. Mbret paqëdhënës, mbretëria jote është drejtësi dhe paqe. Bëj të shkojmë rrugës e cila na shpije drejt paqes. Biri i Virgjës Mari, dëgjoje lutjen tonë. Ti erdhe që gjithë njerëzimin ta bësh popull të shenjtë të Zotit, pajtoj dhe bashkoj të gjithë popujt. Biri i Virgjës Mari, dëgjoje lutjen tonë. Ti me lindjen tënde e forcove lidhjen në familje, forcoje bashkimin në familje tona. Biri i Virgjës Mari, dëgjoje lutjen tonë. Vetë deshe që të lindësh në ditët tona, bëj që të ndjerë të rilindin në ditën e amshimit. Biri i Virgjës Mari, dëgjoje lutjen tonë. Aty ynë që je në qiell, shenjtroft emri yt, art mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti që me virgjërinë e frytshme të së lumës Mari, i fale njerëzimin të mirat të shëlbimit të amshuar, bëj po të lutemi që dhe ne ta provojmë ndërmjetësinë e asaj, në për të cilën merituam ta marrim birin tënd, autorin e jetës, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.